Përshëndetje dhe mirëserdhet në kanalin tim. Sot kemi një video të re. Kemi shumë punë për të bërë, po dohem tani pak mëngjes, edhe unë duhet iki tek AUK-ja që është ajo e kartës shëndetit këtu, sepse më kanë dhënë diçka shumë e çuditshme, kanë sjell 2 karta. Domethënë njësoj, po fota ndryshon pak. Po ma kanë sjell 2 herë dhe tiki të pyes herë të interesohem, mos duhet ta deklaroj që më keni sjell 2 e kështu. Dhe duhet ikë edhe te banka se më karta që kur, por nuk më kanë sjell pinin. Ndërkohë te letra kur merrti karta thoshte që pinin ju a kemi sjell që i hy. Domethënë teknikisht ju a kemi sjell para kartës, që s'është vërtet. Edhe do ikë ti them se ka kalu shumë kohë dhe nuk po më vjen pini. Ndërkohë ideja ishte që do ikë unë vetëm të mbaroj këtë punë sepse po pres dhe pakun e Temus që kishte ardhur dje dhe s'na kishte gjetë në shtëpi, edhe do vinte sot edhe nuk mund të iknim të dy nga shtëpia sepse do ndodhte prapë si dje. Dhe sa do ikja unë Razilja. A erdhi? Jo, si ka po. Po qa është që rren? Mos rrere, qa është? Foster është, ha. Temu hol, do bëjmë pastaj. Po tani sa të hajmë bukë edhe ikëm. S'ka gjo. Pas ke bësh shumë bukur, të lëmëshin duar. A, bof mi. Për këtë ftohtë që është, unë jam vesh shumë pa lidhje, por vetëm sepse është Black Friday dhe te New Yorker kishin bërë super shumë ullje, dhe më thënë gjithë gjërat të verës €1 gati, shumë gjëra, dhe më thënë isha një ditë tjetër dhe nga që ishin €1, bleva goxha gjëra, pa i provu fare, për unë s'blejnë e pa i provu, vetëm kap aty, edhe tani sot duhet shkoj tamam me Terezdit i provoj ca gjëra, se kishte dhe jeans e €5, shumë mira. Edhe prandaj jam vesh shumë pa lidhje që ti provoj shpejt. Shallat nuk më rdhif. Se zakonisht do vesh shumë shtresa, po sot kam vesh vetëm një paltuta dhe një bluzë me zinxhir që ti heq kollaj, edhe të provoj gjëra. Por ti ikim shpejt tani atje, që mos na mbyllen ato. Unë mezi po pres të hap pakun që erdhi nga Temu, po të marrim një punë me këto dokumentat se mos na mbyllen. Edhe pasaj kur të vi, do hapim gjithë ato pako. Dje kemi marrë televizorin edhe tharsën e rrobave. Tharsën se kemi vendosur televizorin, normal që e vendosëm dje direkt se do shikonin filma dhe pse isha smur, po. Edhe kur të vim në këtë dia do vim tharsën. Sot do vim këtu në murën korridor një varsh të rrobash, edhe po, kemi shumë gjëra. Por që do bëj një super haul se ças kemi ble gjithë këto ditë. Edhe gjithashtu qa deshe? Amseti? Ka marrë 2 kovra. Po ti po bën Temu haul pa mua aty. Hajde t'ikim. Ka marrë 2 kovra telefoni për veten. Dhe thot se mos më mirë edhe mu një. Hajdere! Si po pres. Këto veshët për shembull, i mora te New Yorker atë ditë që ndalova si pa plan dhe pash që kishte ulje pafund. Edhe gjithkohë sa të ngrohtë mbajnë seriozisht. Ma mirë dhe se kapuçi vjen këtë më rënë punë. Kush është kjo? Shtëpi e Merkel. Sa mirë di historinë, politikën gjitha. Kremës më qitetur nga. Po mëse të më daliqe pra? Thu një gjotë sakt, kush është kjo shtëpia e bardhë? Shtëpia Travi. Këtu besoj që është balkoni i Gjulietës, a? Ja, balkoni këtu. Zbrit o Gjuliet, zbrit poshtë të shoh një herë. Mbaron kush shpejt që qërë fliste dhe anglisht ajo, edhe fatkeqësisht më tha të mbaja këtë që më erdhi dje, që më pëlqente më shumë. Ishte e njëjta foto, thjesht aty nuk e di e kishin bërë si gri, si kështu si mburg. Gjante, kurse ajo tjetra ishte foto e më e qartë, po ishte e njëjta, thjesht një herë ja kam çu foto digjitale unë online. Edhe kisha dhe kështu të printume, si kisha marrë gati nga Shqipëria dhe kisha ngjit ai formularja, kisha çu dhe tamam atje tek zyrat e veta. Edhe me sa duket më kishin sjell 2 kartë, po më thanë mbaj këtë vjetrën varja tani. Sa më pëlqen kjo ndërtesa. Shumë e bukur. Tani tikim të marrim punë dhe te banka dhe pastaj shopping. Qa shopping? Shopping? Ti mund t'ikesh në shtëpi pastaj, se unë mund të vonohem aty se Ka shumë gjëra. duhet t'i mendosh. Se tallesh. Do iki te New Yorker, sa ato që mbleva herë skaluar. Mora kështu. Nuk ishin përshtash. Thjesht. Jo, gjitha i majta, unë që thu. Po,
Nuk kisha shumë kohë që të zgjidhja tamam, thjesht ka pak kështu €1 tash më vaje. Dhe i morëmi, Po, futëm qanë, po mjaf nga vjove. ¿Cómo fue que me dañaste y te largaste sin decir ningún adiós? Mbaruam punët e banka tani. Ajo, gruaja e dytë, se para ishte ekstrem shumë e keqe, domethënë. Mos ta komentoj më mirë, ajo e dyta ishte shumë e mirë, tak, marroi punë direkt, ma dha dhe pinin direkt, se me adresë, domethënë adresën e shtëpisë saktë kishte dhe prapë asnjëherë s'na kishte ardhur. Edhe ma dha direkt vetë një pin, edhe më tha që nesër të shkoj të heq lek që të aktivizohet. Edhe po, që marrëm punë. Të njerën të New Yorkeri, po të ky madhe që është një 4x4, ndërsa të aji që kështë qenë herë s'kaluar kur të rruga fare se me një shtëpi, kam aty, shumë afër shtëpisë, do ndale pastaj. Me që jemi se jemi këtu, të njerë të këtu se dje që më ketë. Tani këtë mos ta marr, është dhe fundit, edhe që ka me €3. Edhe shkrimi është shumë bukur, një vibes, nuk e di, Gilmore Girls, Forget Flowers by Books. Tani sa mbarova dhe po ikin në shtëpi. Ndërsa qesën tjetër që mora tek dyqani i madh. Ja dhash zotërisë ta çoj në shtëpi. Edhe vetë njëjta tek dyqani tjetër, se ky është vetëm 2 kate, më i vogël, edhe i gjen shpejt se çka kërkon. Edhe ja. Po të lodha tani më ka zënë koka sa herë iki te New York, në fakt të gjithë dyqanit, tek Max sidomos që është aty ngushtë. Mëse një dhimbje koke. Po, tani thjesht ikim shtëpi. Dhe ju tregoj gjitha që morëm. Çfarë? Morëm edhe me zi, po pres edhe vetë hapa ato temut. Vazhdojmë me temë hall. Tani këta janë të hapura se zotëria nuk kishte duru i hapi, kur unë po visha fucet. Parë se t'iknim, imagjino. Atëherë, kemi këtë, e mora unë se për vetën time, se tani që kam të telat sidomos. Kjo që ti pastron me ujë me presion. Që e kisha në Shqipëri, po mami më thyu këto kokën e kësaj, normalisht që nuk më nxirrte. Dhe besoj që tani kush e di, okej, ka brenda? Pa. Kjo pas ka shumë koka. Ajo që kisha unë, kishte vetëm aty drejt një. Paska kjo, paska gjithë të koka. Nisi, besoj që punën e vetë do e bëj, se e pash që ta blijat e këto si tip Neptuni, bënin nga 70-80 euro. Okej, të ishin Philips, marka tjera dhe më thënë, të rëndësishme, po qa rëndësie ka, ajo punën e vetë e bën, se me e blja shtrejt. Wow, këtë kisha ru, fare. Okej, ka marrë këto zbukurimet e vitit 3, po këto i kisha ru. Janë ca Chelsea. Tash i bje që ka marrë më shumë se që më ndova unë, dhe veri këto nuk e di. Do e shofim të vitet tjetër kur të vim pëjmën. Pas kanë fije, kanë edhe këto flatrat. Edhe Chelsea janë gjitha me formë ndryshme. Shofim edhe i den këto, se kisha ru, nuk e di. Okej, këto. Tani kur shikoni pemën, dhe e shpjegoj që mund tjetë një pemë e çuditshme, se kisha 3 lloje pemë që doja dhe i kam bërë gjitha miksën e një. Më thënë me gjëra që kam bler. Janë këto si kristale, të më një. Dhe ta mendosh për çmimin që kanë bërë këto, diku te 2 euro gjithë këto. Janë super. Okej, këto janë material akrilik, po që në faqen Shqipëri që kam parë të blesh, ku di unë, 6 copë si këto, i shesin 20 ca mi lek. Unë kam ble, kjo ka një paku kishte 24 më duket, një paku kishte 30 ca tjera, ja këto. Këto janë në formë më të rregullt, ato janë çik si të shregullta dhe këto janë me masi të ndryshme. Tani këto do t'jetojnë me i vu vetëm fijet. Sa pun kemi me të. Tani, këtu kemi zbukurime me temë Harry Potter, normalisht nuk mund të mungonin. Sa inat janë 2D, e pash që ishin 2D, për gjithë se si i mora, ka gjërë sot kjo.
Mos të humbim këto fijet, sot gjitha kanë fijet, duhet t'ja vim vetë. Treni, kemi thjesht një zemër me disa logo, kemi kapelen edhe me libra, the sorting hat. Kemi këtu The Deathly Hallows, po. Kemi dopin. Këtë që nuk e di, pse nuk e kuptoj kush është, do të thënë, nuk po e marr vesh se kush është, as nuk më kujtohet fare. Po e diti njerit më shkruaj aty. Qa s'po më kujtohet as nga kush libër mund t'jetë. Kemi 934, platforma e trenit, stacioni dhe më thënë, Felix Felicis. Po ushën edhe kemi dhe bufin. Janë shumë cute, di që këto dhe vejmë gjitha. Që kam marrë dhe një tjetër, teke që i gjeta, nuk di pse mëra veç atë. Është prap kapelja, po kjo është si... Ato ishin si dru, ndërsa kjo është si dru, po këti si për ka plastik. Apo është mbrapsh, I don't know. Këti është me dru, këti është me plastik, ti që këti. Kjo s'pas ka fije. O, do të kanë gjithë fijet ndryshe. Tani kjo? Kjo. Këto janë ca korniza për fotot Polaroid me magnet që i vendos tek frigoriferi dhe unë i bleva një herë tjetër kur bra një porosit e temu dhe më pëlqyn shumë. Edhe i kam vënë gjitha në frigorifer dhe mora prapë edhe i pako tjetër. Janë me këtë ngjyrat kështu. Vetëm një është transparente, po edhe për shembull, ja. Një që e kam vënë se hoqja nga frigoriferi t'jo t'rregoj. Këtu jemi ne gjithë në Itali. Edhe rrinë të frigoriferi disa cute duken, blej sa më shumë si këto. Tjetër kemi... Qa është kjo? Kjo nuk e di fare qa është. Bukurime s'kam blej më në sa di unë. Kjo është për tik qiriun. Se pas ka ka shumë prit. Se u dashka me u montu. është shumë e bukur. Pashte një tjetër, po ishte shumë e bukur, ajo ishte si tip... Kishte atë vibe-in si me qenë porcelan, me ato dekorin e luleve, kështu. Thjesht nuk mora atë, dhe më thënë e kisha vun kartë, e bëra që të ta porosisja, kur mdoli që ishte me pre-order, që këto vonojnë shumë dhe unë nuk duroj do t'i pres si porosia shumë. Por e si vetë kjo, që ka të bishte, s'po e shifja fare, thash ka iku. Edhe është kështu, s'ti as ku i kam lënë qëri tani. I don't know. Po t'kishim një qëri, dhe shiftin me një video tjetër, edhe fik kështu. Kjo është kjo. Kjo është një krahër, si tip që të bën masazh tek skalpi, që i ka plastik. Kjo unë nuk është se kisha lexu, po duke i fik si dru aty, dhe e kam marrë sepse gisun që ose njifni, pa t'i nxjerrë një koleksion që më duket ishte limited edition, që një mask flokësh diçka tjetër dhe e kishte të disa pako, domethënë dhurata të krërin dhe kishte fix të stilin. Edhe gjithmonë doja me marr atë, po normal nuk e mora kurrë, edhe mora këtë, edhe ka edhe këtë gjon që gja bë masazh këtu. Gjithsesi, është material si i plot, është çik i rënd, domethënë. Kjo është fjore. Kam bërë fare këtë. Oha! No! Qyqja! Shoh plak si që ka nërë geta. Geta tamam, geta dzeza transparente. Ndërkohë aty tek krypërsita unë ishte gjasme janë nga ato me push nga brënda që duken fake si kur janë geta, po janë si streqe plot me push. Ja, për këtë do i bëj refund unë, se kam provu nga Shqipëria për një gjë që ishte si tip e thyme, i kërkova refund në këtë lekët e karta. Këto direct refund. So cute. Okej, që kanë gjithë këto, se, Kjo është edhe kjo me magnet, edhe vendoset e frigoriferi kështu si shport. Vend të frigoriferi dhe pasaj janë këto karotat, që janë për të mbyllë pakot, për shembull patetina, gjëra kështu. Që kemi një gjë të hapë me këtu, s'kemi, po e zenë se ishte kjo i qese mjelli ose të diun. Edhe e mbyllë kështu. Edhe nuk merr ajër.
shumë nice. Edhe ta mendosh këto i kanë blet super shumë lirë, më duket se €1 gjithë këto. Ishte vetëm fix ky produkt, domethënë nga ai person që shiste, që bënte kaq lirë. I ngjashëm si ky ose identik, po nga dikush tjetër ishin më shumë nga 4-5 euro. Tu ka marrë një budallik me ngjit aty me vendos të dushi, sepse bllokohet shpesh nga flokët e mia normalisht. Edhe mora këto, po se dia do vendosë dot. Gjithsesi këtu duket shumë e mirë. Mendoja se ishte kaq e vogël, po pas ka qenë gjithë kjo. Besoj do e ngec dot, se mund t'jetë, se di, do provoj. Dhe të fundit, që me zi për ta, janë 2 covera për telefonin. Kujt është telefon? Me zi se jam akoma me këtë transparentin që kur e kam ble. Ne provojmë këto, që ka shumë të bukra. Okej, këtë e kisha mendu me breshk, mendoj se kishte një pamje ndryshe. Okej. E jep këtë iluzionin kështu si kur po shkëlqe, se duke si jo kristal, po më si të shpjegoj. Por që nuk që ka 3D, domethënë coveri është 3D, po kjo breshka që ka thjesht si vizatim dhe me shumë mundësi do hiqet. Gjesi duket shumë qëtë. Po kjo tjetri besoj do jetë akoma më super. Ua, se bukur. Dhe ta provoj këtë. Okej, kjo është edhe si më i fort, si cover. I love it, shumë i bukur. Okej. Në fund me zi kisha prit se për telefonin e ri nuk kisha as edhe një cover. Kurse ta i vjetri 5000 covera që kisha, nuk i përdora kur, si që kisha ble, i kam pas ble tek shenjë ato më duke. Kemi pak rëmuj se burë i një kalon të kështu. Close the door! Para se të kalem të rrobat, ju të regoj që budalliqe është kemi marrë për sezonin dhe dhurata për njerëzit. Fillimisht kemi marrë këto të dyra 8 dm-ja. Shpresoj mos t'jenë ty, t'jenë tamam. Me planin që do bëjmë një challenge me ndërtu gingerbread houses. Për të shohim deri kur të vi koha asaj video në qoftë se zotria do ketë ndruar mendje apo jo 500 herë. Se kur i bleu me mendje po, tani bleu me mendje mos më nxirr mua në video, mos më nxirr. Te Teka Maxi ka marrë këtë lodrën për Kailin. Kam pa video në YouTube se si qysh teksi funksionon. Edhe duhet kishte një plur brenda për e hap të kapakun, ja hedha të plurin aty sipër dhe kishte një kështu si brir unicorni që e mbush me ujë. I guess ose ishte e mbushur vetë, nuk e di. Ja hedh sipër që unë thjesht mendoj pluri është sot buke dhe ajo është ku diun ujë. Edhe pasaj bëm kështu si shkuma ajo dhe plas, dhe nga këtu del një kuti dhe brenda ka atë arushin. Varet çfarë arushi qëllon, pret ku i kishte llojet. Inshallah qëllon për shumë më pëlqen ky. Ose inshallah qëllon një Leila sepse donte Leila. Gjithë ideja i thosha Kailit ç'a don për vitin e ri, ja bënte du diçka purple. Po qa lodër, arush, qa guzhin, këtë unë, du një diçka purple, hej zotash, ja që më të foto e don këta? Po, ja bënte edhe thjesht mora këta. Pastaj kemi për rejn, palace. Këta. Rej është i fiksuar me lavatrice, dhe më thënë, kur temi i fiksuar, ekstrem. Ka një 4-5 cop lavatrice, kash madhe, kash vogël, gjithë llojat me zhurmë nga ajo e Jambos. Dhe më thënë se ajo e Jambos ka një 2 cop soj. Mos tem dhe 3 si një soli vlaj. Lëmshma. Edhe tani, donte prap lavatrice, qa do për vitin e ri, kishte shkuj gjasme te letra, baba Natales, dua lavatrice, piccolo rosso, të vogël dhe të kuqe, kishte thënë. Tani, ja gjeta unë një vogël, do më thënë vogla janë gjitha ato po të kuqe në Amazon, edhe ja tregova don këtë, po e duja bonte. Pastaj, i ka unë te Müller edhe shof të bardhen që është si lavatrice originale, si këto të ndajat edhe mjele. Fix, tash don këtë, edhe apo te, don këtë e, apo atë të kuqe. Bianco, du këtë ja bënte. No, ja bënte, questo è direi, è mio questo, poi thoshon.
non è per i grandi, è per i bimbi, è gioco questo, giocattolo. Poi thosha unë është lodër, nuk është vërteti, thjesht ngjan njësoj si vërteti. Ja po do më trajime, ua, si lavatriçja që kam mami, e kemi njësoj. Edhe si përfundim zgjodhi këtë. Edhe mirë kësaj edhe ajo kushja anyways, po edhe kësaj është që funksionon me ujë, se gjitha të tjerat i ka kot, thjesht që bëjnë muzikë dhe maksimum i rrotullohet kjo kot. Kjo i ka gjithë butonat funksional, futu i këtu, derte tu i këtej, ka një tub këtu domethënë. Edhe ja kam tregu normalisht e ka pa dhe sa herë flasim kamerë më bën mu. Ku është lavatriçja? E thash tani e kam futur te kutia, nuk ta tregoj më. Kur ta sjell. Daisy ka përsi gjëra nga Temu, kështu që kur ti vin një ditë ndoshta do i hapim dhe ato. Mora këtë pasaj te Teka Maxi. Sepse unë kam shumë qef çajin boba, po jashtë, në Bullgari kur kam qenë, kam provu edhe në Turqi, mora më duket, po. Kam provu boba ti edhe në Itali, me gjithmonë e kam marrë me ato bobat që janë exploding, që janë si fluska, por janë si fluska edhe plasin, kështu dhe kanë si shije lëng. Këto janë me chewing boba, asnjëherë si kam marrë këto, nuk di pse, s'kam provu. Edhe këto janë me boba që përtypen, që besoj janë kështu si gami. Nuk e di, do ta provoj dhe këto bleva te Teka Maxi thash, po 10 euro bën dhe kjo, por unë me trurin tim thash, okej, 10 euro, po ti ke të pije një çaj boba jashtë, do bënte 5-6 euro. Edhe do i harxoj atë lek. Kurse këtu të paktën, kam dhe çajin për një herë që do pi, kam edhe këtë paketimin gotën që është xhami, që pastaj do mgelet edhe mund ta përdor vetë. Edhe këtë pjem do ta përgatisim pastaj se më kam prit, se nuk e kam bërë se s'kisha akull, se duaj akull. Edhe kam vënë akull ngrijoje edhe do ta bëj. Edhe i ka gjithë përbërësit këtu, edhe ta thot dhe si bëhet. Ka dhe plurin edhe atë kokrat. Shofim atë më pëlqej, shalë do më pëlqej se kam marrë me shumë qef. Tani mund të kaloj më në fund tek veshjet. Filloj nga këto, me që i kam vetëm këto, mora këto të dyja nga Volvorthi, sepse bleva tek Deutschmann, besoj, ato si Agza, që i kisha vesh edhe sot, i kam vesh gjithë të ditë, domethënë. Edhe doja këto që të mbajnë ngrohtë. Edhe kisha marrë dhe te Primarku ato streqet me kush, zeza. Dhe doja edhe këto që ti vesh këtu. Jo ka gjatë, normalisht se i bëj kështu si me rrudha. Nuk ishin tamam preferuarat e mia, për shkak sot pashte New Yorker ca tjera që ndoshta më pëlqejnë më shumë, po varja nuk mora më. Se kanë shumë dizajn këtu, i doja sa më lisho, po hajt më. Tek New Yorker që kisha marrë herën e parë që ju thash, kisha marrë ato veshje që kisha vënë sot, edhe këto tutat që i kam veshur sot për që t'isha rahat. Kjo ishte më ulje, po që jo te 1 euro, ishte normalisht, kjo ishte 10 euro, po. Edhe ishte super, edhe provova më rinte shumë mirë. Domethënë pas erdha në shtëpi. Edhe këto i mora gjithë pa provu, as vetë se di asnjëherë nuk blej pa i provu. Mora këto, se këto ishin 1 euro, po. Edhe me zinxhiranësh, thjesht shumë thjeshta për 1 euro, why not, për në verë. Pastaj mora këtë kapele 1 euro dhe kjo ishte super, më pëlqen shumë kjo ngjyra. Po, nuk e di, më pëlqeu shumë. 1 euro dhe kjo, më vdes për kapelet. Pastaj këtë, kjo është interesante, sepse këtë patëm blenë në verë, këtë verë, për kunatën time dhe morëm 20 euro sa kishte dalë koleksioneri, besoj. Dhe tani, kjo ishte thjesht 1 euro dhe unë e mora pastaj për vete. Tani nuk e di a kuptohet, po këtu janë thjesht si pantallona dhe pastaj këtu vjen si formë xhakete pjesa e bluzës edhe me qafë të lartë. Edhe me kurrizin jashtë, I guess, domethënë e ka goxha lartë. 1 euro, kujt jam merrte menja. Pastaj mora këtë, më pëlqeu shumë të ngjyra, po edhe prera. Ka një prerje në para kisha pa bluza me këtë formë kështu, tek pjesa shpatullave dhe sqetullave. Edhe kjo është shumë nice, 1 euro. Edhe materiali ishte shumë I butë. Mora këtë që ishte goxha I shkurtër, po hajt më. Nuk e ktheva se 1 euro përsëri ju a theksoj dhe ka pantallona poshtë. Kështu që duket si fund, por poshtë ka pantallona. Di, pashtallohet. T'ju tregoj çfarë mora te HM-ja, pastaj t'ju tregoj prapë te New Yorker çfarë mora sot. Te HM-ja mora këtë bluzën, pëlqeu shumë dhe materiali është shumë I plot.
është kjo bluza kështu, e më gjata dhe ka këto si ngushtime këtu, tek pjesa këtu, rinte shumë bukur. Edhe pasaj këtu vjen si kështu. Edhe nga mrapa e ka të qep në mes, edhe ngjyra më pëlqeu shumë. Kjo nuk ishte, domethënë, jo, s'ishte me ulje, 10 euro ishte kjo. Pastaj këto ishin me ulje, këto ishin minus 30%, për Black Friday gjithë të bleje me qëllë. Lafi, fjalla. 10 euro minus 30%, e binin këto 7 euro. Se matematika dhe jeta. Që kanë këtë të prerjen katrore këtu para, edhe janë shumë bazike, po me më gjata. Mora një këto si kafe erët dhe një të zezë. Mora edhe këtë hudin që ishte, jo hudi, sweatshirt i bje, se nuk ka kapuç. Nga 20 euro minus 30%, nuk e di sa i binte, 15 euro në duket. Po më pëlqeu se ngjyrë gri dhe me këtë bordon mes të shkujtme. Të e marrë të New Yorker me shumë kate, këto ta i vogli që i shikoja më rehat. Tu kemi një bluzë që është e imja, kjo është për çuna. Nuk e di. Është kjo bluza ishte një ngjyrë tjetër me lezetshme, akoma më pane e hapur, po ajo nuk ishte mas më të vogël. Edhe kjo gjatë duket shumë gjigante, po hajt më. Mora këta, ishte shumë ngjyrë bukur kjo. Nuk e di, jam fiksu me këto tonalitet roze, po edhe ngjyra bluzës ishte shumë nice. Edhe kishte këtë logon këtu në mes, kështu, edhe nga mrapa e ka të madhe. Edhe, nuk e di se ishte kjo, kjo ishte 5 euro, prapë se prapë ja vlen se është material shumë i plot. Mirë. Këtë, që ja tregova, vetëm për shprejes, edhe ishte e fundit, ju thash edhe aty, po më rrunte një gru që ishte me ca gocat të veta, besoj ishin një gjithë goca kështu të reja. Edhe ato po merrnin bluza gjëra, kështu, fiks aty afër meje, dhe tani aty isha unë e mora këtë, ajo ngeli kështu, edhe po më qeshte kështu, shkoj aty bashkë me gocat e veta, ishin tjera që kishin një shprehje tjetër, ishte një figurë me zemër në mes. Edhe po rinte u vazhdonte më shifte, mendonte ndoshta se unë do e leja. Ishte 3 euro, po për shembull këto pastaj ishin 1 euro. Si tip biker shorts, inshallah më bëjnë se s'kishte shumë masa. Unë e mora ekstra së, kishte edhe ekstra së. Po se për shembull s'kishte as më, që mora këto. Besoj që do më bëjnë. Edhe materiali duke shumë të mirë. Tani tek tjetri pastaj që i ka vetë dhe me Terezis ka kam provu aty. Mirë që ndalova me i provu se gjitha ato nuk i mora. Ndërsa po t'i kisha marrë se atë ditë pa provu, do i kisha marrë hajt, merë këtë. Që i provova dhe shumë i lash. Nga kjo prerje bluzës, gjitha këto nga 1 euro, këto lloj prerje unë e ve shumë, edhe sidomos ngjyrën e zezë, dhe kam pas një 2-3 në Shqipëri. Zara, HM, shumë llojesh, dhe nuk gjej asnjë, edhe e veshja goxha shpesh, me çdo gjë më shkonte. Edhe e mora një tjetër. Edhe 1 euro. Kjo e mora edhe në ngjyrë gri dhe në ngjyrë të kafe që ishte shumë e bukur. Sa i natë e bardha nuk ishte mas, po hajt ma që të bëj. Se këto i kam provova njërë ngjyrë dhe pastaj mora edhe ngjyrë të tjera. Pastaj mora këtë, paka shumë si ajo vishnja mu duk, që kisha marrë para ca ditësh. Tani këto janë gjithë mbrapsht, unë i provova. Kjo, edhe kjo 1 euro, shumë nice. Këto mbasi po ikja aty afër te kasa e pash dhe e mora të kem një bazike me që s'ka me vija, kjo ishte 3 euro. Po është materiali plot. Mora këto 1 euro, kujt i shkon mendja. Pantallonat zeza. Kishte edhe ngjyrë nude këto që i provova, po nuk i mora sepse më gjani sikur rinin weird këtu te këmbët. Domethënë zezat se janë një njëjti lloj, po të zezat nuk binte se është e zezë dhe duket një drejtësisht bashkë me pjesën këtë të copës, ndërsa aty gjani kështu sikur rinin bardhë, edhe nuk i mora. Mora pastaj këto që janë shumë, edhe këto 1 euro, shumë të rehatshme. Edhe ky material është shumë i lezetshëm, pëlqen shumë. Kështu ishin ato pijamet me Winnie Pooh te Primark që kisha parë unë që në verë dhe doja t'i mja dhe nuk i mora dhe nuk i gjeta më. Edhe mora këto bëjqell. Edhe mora këtë që është material komplet tjetër, po e mora që t'i kem për set bijamash në verë, me që nëse janë të dyja bëjqell. Edhe i provova dhe rrini shumë lezetshëm bashkë. Edhe kjo ishte 1 euro. Është kjo
bluzja kështu si këmish. Si ato tutat mora dhe zezat. Më saktë si tip gri erët. €1 dhe këto, kështu që... Pastaj mora këto çuditërisht, nuk mendoja se do e merja, po më rinte shumë mirë. Dhe jo aq, ku di unë e hapur sa që mendoja unë që mund t'jetë. Duket e vogël, por not really. Mora këtë, që kjo kishte edhe pantallonat e veta, po nuk ishte mas. Edhe fundit mora edhe këto xhinsat, që edhe këto ishin me ulje. 5 euro më duket? Po. 5 euro janë këto kështu. Nuk kam as i palin xhinse kështu ngjyre. Hop. Wait. Edhe kishin këto qepura gjatë këmbëve kështu dhe më pëlqen shumë si stil. Thjesht mendoj se do i vesh kështu si me beltule, domethënë do i lej pak më t'ulta poshtë. Edhe kaq. Sa u lodha ja. Ni kemi edhe punë. Tani do vim atë te korridori, do ja tregoj para dhe pas t'ju lej klipet. Edhe një dritë te kuzhina, dhe atë t'ju ja tregoj si do e vendosim. A dhe diçka tjetër t'ju lej klipet këtu. Kisha kalu, shumë herë kalonim tek përdorat, se kemi mu po shtëpis. Edhe ishte një ambazhur roz, shumë cute, që unë gjithmonë thoja e du këtë. Po, nuk është se kisha hyrë ndonjëherë ta pyes që sa kushton ose t'interesoj, po ishte mu te xhami, se i kishin bërë ato vitrina dhe fix vitrinën e fundit e kishin bërë me gjëra gjithë roz. Edhe gjithmonë thoja e du këtë. Edhe kisha kalu aty, ishte aty. Njëjtën ditë që kalova unë që e pashi isha aty, se kalova vetëm. Vion në shtëpi pastaj, kur kthehem edhe shoh unë, e kisha në shtëpi, zotëria më kishte blerë, më kishte sjell aty. Edhe normalisht shqyr punonte. Edhe po, kemi akoma dhe tharsën për të vendosur, po besoj ato do vendosim nesër. Se sot ndarë ndoshta bëhet zhurmë. Nesër. Po, hajde të përgatisim këtë çajin tani. Si dolën të topat vërtet si kjo figura. Si kjo letra. Duken domethënë kanë gjithë këto. Ua, se ëmbël. Okej, nuk është e keqe. Po nuk ka lidhje fare me ato që kam provuar. Okej, si holla 360 ml qumësh, po që ka shumë qe qumësh. Nuk dalloj, ndjej si shje qumështi me kakao, me sheqer, po jo kakao, ku di unë, karamel. Nuk do e blija më. Pa shumë sweet hamra, sheqer dru. ¿Cómo fue que me dañaste y te largaste sin decir ningún adiós? Así fue. Eres para mí, me lo